Pas ftesës bërë publike në emër të qytetarëve nga Real Media për të sjellë sqarime mbi investimet në bulevard dhe mungesës së reagimit, vendosëm të sjellim sërish të zërinë e qytetarëve. Vlonjatët që kalojnë në këtë rrugë, e cila qepet e shqepet çdo 15 ditë për më tepër, ndotë ndjeshëm duke qenë rrezik potencial për shëndetin e tyre, s'mund të heshtin. Ja ç'mendojnë ata për investimet në bulevard. Mos fol fare, s'ka, ja, shikoj edhe se bëm pyetje kot. Punë dobët e pushtetit vendor, që nuk e bën atë punë që duhet bërë që në fillim mirë edhe mos ketë probleme. 5 ditë e 5 ditë. Çdo 5 ditë? E çdo 5 ditë duhet të shkolmë edhe të qojmë prapë. Do fute punë apo do rripa po fare. Që duhet? Për i bret, dhe shumë keq. Sa të them, unë jam vetë punoj si gjelbërimi një, në radhë parë. Kam 35 vjetë. Po të rregullohet edhe ambienti të gjitha gjërat, qytetari del më mirë, shikon më mirë, bën të gjitha gjërat. Me thënë, atë e di vetë bashkia se si bën këto. Bëjmë punime cilësore, janë shumë të dobta. Për i bret zotit ishte. Po s'ka cilësi edhe prandaj e prishin. Frika pengohesh edhe pore në tokë. Shumë keq është, shumë keq. Duhet të kishte përfunduar me kohë, më duka shpenzime që rëndojnë në kurrisë të popullit. Po, Vlorë s'kele është tamam pasëmbari si e shikon me vera ty që vjet një herë dorë, vitet leku, ikën prap, prishet prap, hitet prap me leku prap, ikën prap, të aziz fjetë s'ka. Këtu në Vlorë jemi më keq nga Afganistani. Më falni kupton që bëj këtë intervist, po këtu nuk funksionon sepse janë njerëz të pa aftë, të pa specializuar. Nuk do ta di për asnjë gjë njëri. E prish sot dhe e rregullon të nesërme. Katastrofë, ju e shihni vetë. Kam gati 20 vjet që kam ikur në Vlora, edhe më vjen turp kur vi në Vlorë që shikoj këtë gjendje si rrugët edhe trotuaret. Për shembull, te trotuari që është pak më lart, është skandal fare. Kalojnë ato me bira. Kalojnë me makina, na duket se u kalojnë për dunat ruse me makina. Është turp i botës. Edhe do vazhdoj. Po që kjo bashki në krye. Sa vjen edhe shkatërrohet. Shumë keq. Faji që i shpëtim mjekës. Nuk është vetëm kjo rrugë, është dhe bulevardi pllakave, që i pagojmë ne, nga taksat tona, nga pensionet tona. Për shpëtim mjekën vetëm 2 janë evenimentet në Vlorë, futbolli dhe basketbolli femra, të tjerët kanë vdekur. Po vdekt ai. Është gjëja më e keqe që ka ndodhur Vlorës, të paktën në këto vitet e fundit. E në vazhdon e ftesës së kryer nga Real Media për kreun e bashkisë e administratën e tij në kamerën tonë, qytetarët kanë shprehur ato që do të dëshironin t'i thoshin në rast se u jepë imundësia ta kishin përballë. Do ta kishit përballë kryetarin e bashkisë, çfarë do t'i thoshit? Do t'i thosha urgjentisht mbyllë këtë plagë. Sepse është smundja sheshit. Asgjë nuk i the, me kanë në fshatin nuk i them gjë fare. Trash. Do t'i thosha fjalët që i takon atij. Për shembull, je i pa aftë. Je i pa aftë për të kryer këtë detyrë. Po për të lënë karriken është shumë e vështirë për ta hequr, sepse rrënjët e një pemë 10 vjeçare apo 100 vjeçare është e vështirë për t'i hequr nga në dheu. Tani situatën e shikon vetë, sezoni do sa më mirë që vinë turistat. Ta lër kështu siç është. Çfarë nuk mund t'i themi, jo çfarë mund t'i themi. Duhet kish arritur kish bërë shumë. Ka 3 mandate. Çfarë i thosha rregulloj Vlorën se ka bërë cop. Fjalët nga më të keqet. Çfarë i thosh? Dhe thosha, do të qoj në krye kur po të ke defekt, që e na gjikajt për defekt, e si për këtë bashkë. Këto që të ty, mundësish më krijoni një ambient, ja them këto në sy. Se janë 2, edhe ju bëni gabim, është bulevardi, janë dhe plakat, bulevardi plakave. Ate janë futur për riparim më ata që në 17 janar, sot është 17 mars. 2 muaj riparim. Trafiku është për i bret trafiku makinave. Kush përgjigjet për këtë punë? Të narroj futbolli dhe basketbolli femra. Do t'i thoshe që kohët e fundit nuk ka punuar fare mirë. Si duket është legjislaturë e fundit edhe i ka rënë me top tash. Kryetarit bashkisë do t'i shkulja mustaqet një nga një. Pa ofenduar, do t'i shkulja mustaqet. Të vinë njerë t'inspektoj të vejnë për rrugët e Vlorës, t'i shikoj si janë rrugët e Vlorës. Është turp i botës.